Nëse dyshoj se dikush më ka bërë sihr, magji, çfarë duhet bëj? Stresit zero ose ngrirje, meno dhe beso se s'ke gjë. Pse duhet dyshosh? Dyshimet vijnë kur ti ke simptoma të magjisë. Ke probleme me gjumin, ke probleme me ëndrat që përsëriten janë të njëllojta, ke probleme me trupin, ke probleme me lëvizje jo normale, ke probleme me mbylljen e rrugëve të mirësisë ose të fatit, ose të biznesit, ose të suksesit, ndërkohë që janë bërë të gjitha, le të themi, shkaqet dhe arsyet e tjerë. Këtu mund të lindë dyshim, po kot, si tha njëri, thotë, gjova i notë rrugë, tha, filloj të më dridh dora. Po ti që kur je fut me ngjur rrugën, ke thotë po bëj provë, kam gjë apo jo. Dhe normal me qenë njeriu, në momentin që i futet në ngjimit të rrugës, me këtë mendje filloi lu koma, filloi lu gjuni. Po normal se ti i fut me këtë njetë. Ndërkohë që s'ka pse. Po mira, mund të gjejmë në rrugët që vendosen YouTube. Ato rrugët e YouTube-it janë kombinime, si më thënë ne, tregtare, paraje. Bëjnë ato kombinime gjëra, thotë rrugja e mësyshit, ose dëgjoje këtë dhe shkatrohet çdo gjë e keqe në trupin tënd. Kjo shkatron çdo, edhe me ca figura aty për shembull, që kur e hap ti fillin fare thu kjo më nuk le xhin e shejton pa e hudh në erë. Thjesht biznes, asnjë gjë tjetër. Sepse një rukje, kur bëhet rukje, do thotë njeriu që e kënon me niyetin e rukjes. Ai merr një pjesë të Mushari Rashit, një pjesë të Muajqilit, një pjesë të ose është fut ke Kurani i njërit për lexuesve të njohur, i ka kput ato suret edhe ai të thotë rukje kundër xhindit të dashuruar. Futën këto që ndoshta jam dashuruar me xhind të dashuruar. Po çfarë ke valla? Pse s'provo veten kot? Pse veten në provë kot? S'ke asnjë gjë. Çfarë duhet bëjmë nëse dyshoj se kam magji? Asnjë gjë, s'ke magji. Nëse dyshon, çohu nat për nat, fal 2 orë namaz natë pa pushim, i vit rresht. S'ka xhin e magji e drejt që reziston ndaj njeriu të bëj 2 orë një vit namaz natë pa ndar. I ditë po i ditë jo agjërim. Lexo El-Bekaren ditë për ditë. A dysho? A mendon se mund të kesh diçka? Bëj se bebet. Po kot, dyshoj kot se. Po pse? Se merren mend. Probleme, mund të kesh probleme me tensionin. Mund të kesh probleme me veshin e mesit. Mund të kesh probleme me ku dëgjon, i gjë tjetër. Jo më po unë s'pam çelet fati, po s'të çelet fati. I ke shku fatit mrapa ti? Me e kërku? Si u çel ka fati? E tjerë. Pra, njeriu nuk mund dyshoj kot, kjo është ideja, më thënë. Amon, nëse me të vërtet ke dyshime, bëj këtë që tashun. Fillo, lexo El-Bekaren ditë për ditë. Po se dihet Bekaren, shumë mirë, felekun dhe nasin 3 orë në ditë pa pushim. Namaz natë 2 orë, sadaka ditë për ditë, qoftë edhe 100 lekë, 10. Leu me vajt knum, lau me ujë dhe me sidër. Pi çajsene 12 ditë, esëll dhe para gjumit. Fal farzet, fal sunetet. Ku ka gjin që reziston Allah?